Do më thënë, në këto ditë të lirisë përjetojmë edhe tentativen për ta kriminalizu thjesht shtabin e përgjithshëm, ushtrisë lirimtare, luftën për liri. Goxha e rëndë kjo. Po shumë e rëndë. Nëse mendojmë se sot në Kosovë, gjatë kësaj periudhe të cilën quhet luftës, kanë vdek 1300 fëmijë. Me sa më pleq e gra, me qindra masakra, familjare, e qytetare, gjitha të vojt, masakra që në bo, e sot më u gjuku dikush. Për luftën për liri. Për luftën për liri. Kur e dim se na nuk kena bo luftë sulmuse. Asnjëherë. Luftë mbrojtëse, kena mbrojt pragun tonë, shpinë Luftën tonë, për lirin tonë. Besoj që e drejtësia, apo po shpresoj drejtësia, edhe pse rastet e para disa dite na dëshmon që do të dyshojmë që do të ketë drejtësi serioze, po të shpresojmë, shpresa është e fundit që vdes, shpresojmë që shpejti do të kemë mesin tonë. Kur jemi tek fëmijët e vrarë, shumë bukur e thatë, mbi 1300 fëmijë se na myt në sret plana, sa i thot 1540. Shumë më i saktë. Më i saktë, sepse ai merret me këto gjëra dhe vërtet e dorë trokasin për këtu për punën që bën në